Motikno cielo ovrover pedaya ovroder Motikno cielo Më mirë s'kishe si e mëje. Edhe jo më knaqe. Rrofshin o shtofshin se bebet e mio. Vallahi edhe Mao Zedongi vetë kishte dalë sot në këtë botë, s'kishe si e festoj më mirë lindjen. Mirë e thëllë mo, shtëpi time sot ka lindë Mao Zedongi. Po çfarë Mao Zedongi e kuran? Ai që ka mund më ne ka lindur njerë, e s'mund lind për së dyti. Nuk është si ti e si unë ai është timonier I kinës madhe. Prandaj të lutem shumë, çka ka rrethilla me mua mos bëj. O lemo. Para në mush, a ishte dimën, ju kujtohet që kemi hek nga bryma. Na kishte hyrë në kock. Ç'ti boja? Por të sjell pak shpirtin vend edhe vetës. Edhe asaj, ja hypa sultanës. Se qeshni, nuk ka gjë më të mirë për të ngrofë se sa furnella vogël e grusë. Ja ku e kemi sultanën. Pyti për të doni. Zjarën I vumë njën I tjetërit. Na mytëm djersët. Sa derin hanë në shko të avli gojës. Apo jam e gëru. Edhe bana punë të madhe të natë. U dhe farën e Macedonit. E në zoni, si qumë shti mirë që bëhet djatë. E more vesh si lindin burrët. Ja, që të shumë po e. E mua mos poqë. Qëfëse ke pirë është po të flesh. Ose ndryshe po I ki unë. As ti s'do hikish në lyma, asë nuk do të heshtë. Po ju flasë me zemër në dorë, a ina si në vlezën. Mirë the, filem shakat. Djalin do t'a quj Macedonit dhe pikë. Pse, s'paskëm dërit, unë njënjit emin djalit tim, si isha një gjithdina I fëmijëve të vetë, Vladimir, si Vladimir Ilich Lenini, Stalin, si Josif Stalini,
Kristi si Krishti, Muhamedi si profeti, do mo shemoj, t'jap sa t'dushëm. Ja për shemoj, ytat, ty t'qujti muslim, nga e mori emrin, nga Mussolini, a i vdiste për Duqen, se Duqe ishte timonieri i botës, kështu, ty ndryshe, Emri im nuk s'quit vjen nga Duqe. Mussolini. Çfarë do budalla që tash? Aman më lëm, aman më, po t'ingëllon bukur, Mao Zedong. Të mbushët goja, Mao Zedong. Shkua u i lojtur. U dehe prap më rizi. Në me të drejsh fjallet, se hajnë e ke para ki stimi ti. Bjere djalin, ta shofin gjithë Mao Zedongin. Mao Zedong! Decina rovena, coi ri, decina rovena. Djalli të zgjoj ka qerës. Që djalli e thotime, që djalli. Me zgjoj Mao Zedongni. Gjithë natën kam pa anrën me te. E sa gjanat mira më ka thonë. Aha, po fletë për qartë. S'pas ka dala la pia. Dikur e mbaje mirakin. Nuk flasi jermon, as raki s'kam pi. Me zgjoj Mao Zedongnit thash. Do shkoj shpejt e shpejt ta regjistroj ngjenin civile. Aha, u plak edhe ti. Ta kam thënë se u plak. E kri, mos bëj. Po të shih. Mos na bëj gazin e botës. Do thush jem plagë? Ja. Vallahi ta mush barkun prapë. O që shifim ka kapë. Jam gati ta lej për nesrat e punë në gjendje civile. O që sharallin ka hypë, si kur s'kam pas më dyshek. Vetëm sa është puna ti Mao Zedongnit pra, se vallahi billahi, e kisha gjanë për nesrat. Qyqa e kri, mos fol ashtu se bën gjuna. Është i ynie se kemi gjetë në rrugë. Djali do t'ja njësim jemi Mao Zedongla dhe pikë. Po pse Mao Zedong gjanëm? Nga e shpike. Qa shpike, ma, qa shpike? Mao Zedong. Shi sa bukur ta një veshje. Mao Zedong. Emër që s'harrohet kur. Pash zotin lëre këtë muhabet. Kemi boll halle. Kena 9 fëmijë me bukë, s'po ambushim dot barkun e ti do me na hap telashe. E kri, e ke par vajzën sa të është rritur? Për atë mendoti se tu ka bogjina me u martu. Mos na fut në sherr me qeveri. Do na lesh në mes të 4 rrugëve. Po s'ke mosh burgu ti. Çfarë burgu sotimi? Qeveria do të na lavdroj. Ej, i di mirë ekonomik të punë. Jo nuk mund të themi në shtëpi time, unë jam dhe jushe, nuk e bëj vetëm me vafe. Ju garantoj nuk e vjen zgjë prej meza. Profesori, unë jam intelektual. Atë natë profesori fleti ke shtëpive jushët. Nesër kur doli në botë, pa i pul 2 gjela. Qa që diq më tha, 1 pul, 2 gjela. S'ka zgjë për të gjudit, thënë dhe jushe. Kjo është gjellë, ky tjetëri është intelektual. Ajde, Parathi, se me gjithë që po thua, do nxjerrësh në një xhevair nga goja. Po, si ke ardhur? Ka marrë të regjistroj djalin. Prap fëmiti? I sati është kë? I nanti. Ama këtë radhë ka vendos ta me uri herë mirë, pa e me u me lavdi. Certifikatën e maternitetit. Qërë certifikatën i motër, gratë tonë pjellin më shpi. E kuran Romalini, ë? Si orno, dora vetë. Sultana është gruaja juaj. Si orno, gruja dytë, më e bukra, më e nxehtë, më e pjellë shpje. Gjithë të mirët i ka. Të tutja të gjithë thot, Gjina, Pele, Garinxhe, Rozana. Gjithë të mirë. Pas ma dra sultana mu? Boll na gënjeve me këtë sultanën tënde. Po më thuaj si u t'ja bësh emrin djalit tani. Mao Zedong. Që kos në potale, më. Kushta që potallëm? Qunit do t'ja dhe emrin Mao Zedong. Ta pas ka qefi të jesh babai Mao Zedongit, ë? Jo se më përqen. Unë tani moj jam baba. Po babai Marksit, je? Jo, Po i Leninit? as i Leninit. Dhe as i Stalinit, ë? Fatkeqësisht jo. Po pse kështu? Se s'ka tash fatit shfrej me nanët e tyne.
Kështu që e ka jeta, si jep këtë gjitha. Dëgjoj këtu ti shok. Sjellja jote është krejt e papëlqyeshme. Po pse s'pëlqen sjellja ime ty me shoqe? Sepse zyra e gjendjes civile nuk është bërë për tu tallë, shoko. E qartë? Është zyrë shteti kjo. Është institucion ku zbatohet politika e partisë. E kuptove tani? Unë po bëj detyrën me shoqe. Po me çemër ta regjistroj. Mao Zedong, ta thash 20 herë. Mao Zedong, Hekuran, Romalini. Lexoje. Në qoftë se i gjen emrin e të piri këtu, unë ta regjistroj menjëherë. Këtë qitap më ka dhënë partia mua dhe unë këtij nuk i lëviz gërmën. Ç'është kjo? Lista e emrave të lejuar për popullin shqiptar. E more vesh më në fund. Pasi kur shkojnë në komitetin e partisë. Ashtu po bëj. Shoku policë. Shoku qytetar, keni shkelur rregullat e qarkullimit rrugor. Këtu ndalohet parkimi. Keni shumë drejt. Kam ka thirrur gjend komitet partisë. Dhe isha pak jo tonë. Ti e di mirë, kur flet partia tonë në Shqipënia, apo jo? Po iki. Ashtu? Isha në gjendje civile. Isha dhe në komitet partisë. Si e bërë për zyra ti? Dhe s'di të flasësh, do na marrësh më qatë. Atje gjetët dy burrë. Më pritën mirë, po që do? S'nimën do të më falë. E kuptova, së më mosh më do. Aman, Hekri, shpirt. Njerëzit e zyrave kanë 100 fytyra. Mos ta ngatërro me fare. Në fillim ata qeshin me mu. Po kur e kupton që unë ishe i vendos, e drodhën. Një gjaj e kërën më tha. Mono që unë ti gjesh i emën tjetër nga ta të parve të tuj. Mirë të kanë këshilluar. Ata dëgjoj, pas kanë qenë vërtet zemër mirë. Po pse i thashën? Unë Mao Zedongin e njoft ma mirë se sa të parit mi. Ato qeshin. Si s'besën gjanën. Unë nuk e gënjej partinë. Shkok që ke mërë zot. Edhe mua do ma mbushësh mendje se nuk gënjen ti? Ja, dhe ti si ato je. Si nuk më beson gjanën, më përles vërtetën. Lëre ore të vërtetën. Ku e një Mao Zedongin? Ç'di ti për të? Që më thanë dhe ato. Ha pra, çfarë di ti për Mao Zedongin? E njeh ti atë? Ma mirë se gjyshin tim e njoh Mao Zedongin. Leri mor marzite, mos thuaj më se e njeh Mao Zedongin më mirë se të ta. E njoh, si se njoh. Fotografitë e tij janë kudo. Në rrugë, në libra, në revista, në gazeta, me ngjyra, pa ngjyra, duke ecur, duke përshëndetur, duke shëtitur, i qeshur, i menduar, si ta doni. E i natë një fotografi më ka mbetur, edhe sa i ka dalë boja. Së bon as komunist, njerëz të mi vdiqen si bolove. Nuk morën pjesë, mas të revolucion. Partë e mi vdiqen gjithë si bodollaj. Së morën pjesë as me revolucion. Së bon as komunist. Po ti vetë pse s'u bëre komunist? Kush tha që nuk do të bëha? Kam ko. Shqyqy që s'u bajo puna e emri thuajse. Po na bëj djalika si potës. A ti s'me rrvesht. Kush ko sot tallet me Mao Zedongin maj. Dhe tjetë si tjetaj, i bardh, i kuq, i verdh. Mao Zedongin atë. Ati i përkullën gjithë. Ti e pe vetë që qeshën. Madje edhe atje brenda në komitetin e partisë ku bëjnë vepra kokën e tij. Ati e podallaqe. Instruktorët qeshen me mu, jo me Mao Zedongin. Po as me mu nuk do qeshin kur të bojnë baba Mao Zedongit. Ja, ke për ta pati. Do t'i shkruaj letër ambasadorit në Tiranë. E shefjes me rrvesh fare nga politika ti. Fare, për të thëmë fare. Prandaj të mora ty unë bësh politikën e madhe. Se unë për vete politikën time e kam bërë. Qa politike pas ke poti? Politikës time ja ke parë hajrin ti se toqin nga këthetrat e se tjetërës e të futi në gjirin tim.
asaj politikës, po, ja kam po. Tani më thuaj, të shkoj vetëm andi aty apo të mësoj njëri? Vite! Vite, Petris! Ha! Hajde! Ha! Ti pas ke një haber, more e kuran. Shish, ja si kur t'ka ardhur. Veti 4 të prisni këta haberin ju. Shikon 1, 2, 3. Këta të 3 gëzohen shumë për këtë mirësi. Ky i fundit bie përmbys. Është njëri i keq, është kaluqisi. Por nuk e ke brenda në shtëpi, e ke jashtë. Në gërmën që keni njëri ju e kuran? Atëre është çështje. Juve pas keni çështje qeverie? Keni ndonjë gjë me qeverinë ju hekuran? Ka ndryshuar shumë ky njeri, se si është bërë. Është bërë si budalla. Ka një javë të rrimaj pëmë si buk. I s'pallë dhe rritë tek pëmë. Gjuna. E kuran! Zbritja nëse doftohesh. Më duket se edhe sot nuk po duket gjë. Nga sa duket jo. Një në qëfar pret nga e letre që se kush ka njeri as ushtar, as në bukur kas. Kush e merr vesh? Ai ka kyçur dhe gojën. Mislim, i kanë bërë magji. Ma mirë ky, po më vje keq për sultanë. Gruaja e reja. Vajza për të martuar. Nëse kërkon burrë. Me siguri kanë bërë magji. Po. Kam një letër për ju. Po, e disha, atë po pres. Të mash këtu. Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë. Komiteti Ekzekutiv i rrethit zyra gjendje civile. Shoku Hekuran Romalini. Jemi ndjeni se me datën 20 tetor të vitit në vazhdim ju ka lind një fëmijë djalë të cilin nuk e keni regjistru ende, duke shkelur kështu ligjin në fuqi. Qoftë se nuk paraqitni në zyrën tonë mrenda 7 ditësh, do t'i nënshtoni si mas të parë dënimit me gjohë për 500 Hajde, mos u masin ko. Shtarë ka i tani. Ja o pak normazin al. Qa do në ju rakije? As hel nuk ju jap. Hajde iknin punë. Kush është Hekurani? Unë jam Hekuran. Do vish me ne.
Nuk janë nërshka emrin djalit tonë. E kam qujti njërë Mao Zedong dhe kështu do të thras deri në fund. E regjistroni ju, se regjistroni ju është punë e juaj. Mu nuk më prishet puna. Edhe gjobë në paguaj. Ta dini mirë. Zaten, s'kam që jap, e se shifni. Ne dimër e vermi i palbrek jemi. Dale, për çfarë gjove ke fjalën? Partia u jep bivet vet. Partia është e jona. Ma sot tallë me mo, jo lutëm shumë. Ne nuk tallemi me ty e Kur'an. E si mund të tallemi me ty? Hajde, nxile. I dashur vlla idealit. U gëzuam pa mas. Ma je, kam qef të lezoj vetë. Ti unë shkrim me këtë ditë. Dashur vlla idealit. U kënaqe tani. E pe që partia nuk tallet? Faleminderit shumë. Uf, si pa zemër. Po mdel nga vendi. E po e ka hake shkreta zemër. Do të vi për vizit vet ambasadori kines. Sa është pak apo jo? Mirë se të vi ambasadori. Me gjithë shpirt do ta presim. Jo vetëm atë, po gjithë populli kines është i mirëpritur në familjen tonë. Jo, mos ta ngatro me popullin kines. Boll është ambasadori si fillon. Kjo punë, o Tahir, është festa jonë, a kupton gjoti? Vallai nuk po marr vesh gjë fare, Goran, po hajde, po që puna për të ngrënë për birë, gati jam unë. Ky është muhabet barku, aty nuk lodhe fare unë, jam shumë i zoti. Jenë punë thella, o Tahir, jenë punë kogër të budalla, jenë punë partije. E po mirë, ti merru me punë të partisë, ne po merremi me punë të rakisë. O, buza më trizë, to, dum. Oh, buza më trizë, to, Vim nga komiteti i partisë. Duhet flasim pak me Kuranin. E Kuran! Ekri! Gjina! Vaj! E Kurano! E Kurano! Ta marrë shatë ligën!
Qëshme? Kanë ardhur 2 veta të kërkojnë. Mirë. Sultane! Arrim këtu për jashtë. Ashtë ma bukur. Bëj kafe e shokëve të partisë. Kemi pirë kafen e shokëve Koran, mos e trazoni grunë. Ne jemi zgjuar erët, pastaj ne nuk e kemi lagru kështu si ti mbrëm. Se mos taftove ti që të lagnim. Për kafe dhe pinë. Dim t'i presim njerëzit ne. Kemi traditat forta. Do na njihni. E dim. U anjoj mikpritje në traditat. Puna është se ti do kesh miq shumë të rëndësishëm, Koran. Kjo është kryesëria. Ne kemi ardhur të shikojmë nëse ke kondita për të pritur ambasadorin kines. Ora, hyni, shifni. Çfarë kushte ka hajë Korani shkret? Pa bukë, krype, zemër kemi plot. Shqiptarë që do ta presin mikun e madh. Nuk e tërpnon partinë e Korani. Duhet apartament i ri. Nuk kemi rrugë tjetër. E po do bësh me shtëpi të re, Koran. Çfarë? Me rroba të reja, me këpucë të reja. E di partia të punë. Haj miru pafshim. Miru pafshim. Mirë se erdhët, shokë e Koran. Hajde, të qikoni shtëpinë e re tash. Mirë se erdhët, në lajmë tonë. Hajde, droni shokë e Koran. Ta gëzoni shtëpinë e re. Të pëlqen apo jo, shokë? Faleminderit partisë shokë. Mos, do t'i bëni pis. Leri shëqe sultana. Shtëpia, koltuqet, janë të tyret. Gjithçka që shini këtu është juaja. Po, gjithçka që shini është e juaja. Leri fëmijët të gëzojnë se është ditë e tyre sot. Vërtet tonat? Me se do t'i pagojnë? Mas fol butë dhollishje. E di partia të punë. E shikon me që shtëpi të bëri partia e Koran? Qyteti ynë dhe gjithë krajina jonë po përjeton sot një ngjarje të paharrueshme. Vizitën e ambasadorit të Republikës Popullore të Kinës Motër. Qyteti ynë me përkushtimin e tij shumë vjeçar ndaj revolucionit dhe socializmit e meritonte këtë vizitë. Pjesë e pandashme e këtij përkushtimi revolucionar është edhe fëmia i fundit i shokut ton të shtrenjtë e Koran. Në emër të komitetit të partisë do të doja të falenderoja shokun ton e Koran për këtë vepër të rëndësishme që tashmë quhet Mao Zedong. Duke shprehur kështu në mënyrë simbolike dëshirën më të thellë të ne të gjithëve për t'i përjetuar ndjenjat më të zjarta që na lidhin me Kinën Motër, partinë e saj të lavdishme dhe udhëheqësin e madh, kryetarin legjendar Mao. Largeho dhe syrin vëlla e Koran. Ti je paske patu, onje bate mam.
ambasador e me burra shteti tyra që s'tëmban. Shoku e Kur'an. Na lini të flemi lutem shumë. Nesër jemi në punë. Shko vlla fle. Kush po pengon? Me këtë zhurmë? Kjo nuk është zhurmë. Kjo është këngë. Ne paknojmë. Kënga nuk është zhurmë. Po çfarë është? Kënga është qef, vlla. E mësova tash ti. E mësova, po do ta sqarojmë ashtu siç duhet shoku e Kur'an nesër në organizatën pas partisë. Hajde. Hajde pini godra ki. Hajde. Ec. Ja, raki. Unë dua gjumë. E pa hik gjumë, pra. Po ti këtu që kanë si në spital, o e kërë? Do të sëmurësh vete, vëlla. Pini më rakijet, lënjë lafët. Edhe mas maqani halin. E kam likur në trashën. Hollohet, Likura, hollohet. Besoj fjallës time, e kërë. Ti s'merr vesh, hajde gëzuar. Unë s'marr vesh. Unë s'marr kam vesh. Kush e ka meritën për Macedonin tëndë? Çfarë merite? Kush ta shtim me emrin e djalit? Ora, ç'do të thuash ti me këtë? Do të them që dhe unë kam meritën time, ja kaq. Ora. Macedonin ja kam po vetë Grustinon. Këtë e di mirë. Ti të fol kot. E ku është merita jote? Po meritën pra të jetës së emrit, të harrove tani. Ora, mos bë gabim. Meritën për emrin e ka vetëm Macedoni Lavdishëm, që është më i madh i botës. Po mirë, di unë tash këtë tash kështu ta kërkon politika që të flasësh ty, se tash ti je njëri i komitetit ti. Po ma pranoj. Emrin tash tiva unë mend. Mos e bëj çu diçu. Jeta nuk është aq e thjeshtë, sa e mendon ti. Pira kia ty se të bën mirë. Hajde gëzuar. Na gëzuar. Gëzuar. Qa kemi më qiqa? I lexove ato letrat e derë? I lexova. Edhe pastaj? Pa, këtu duken ty ato. I qaj, pas e qaj kokën, budallaqe. Unë nga gjish. Jo pasërtie, jo disiplina. Ti, e din që do me thonë disiplinë revolucionare? Jo. Atëherë pse bëhesh marak kur nuk e kupton? Hiqe mëse për shterezin. As vetë gaxhit nuk e di që do me thonë disiplinë revolucionare. Budallaqe. Erdha. Pa pritë se më qave derën. Sa shpejt pas a dalë rakije më të dalë të nut. Na falni. Hajde, urdhëroni. Sultana! Nuk kemi ardhur për vizit, shoku e Kur'an. E keni lexuar lajmërimin të hyrja pallatit për punën vullnetare sot? Do na falni, po mram kena pasi sebeb. Për sa i përket lajmërimit, të them të drejtë, nuk e kam lexuar se kena javë pa dritë. Ju kanë prerë dritat se keni 2 muaj pa i paguar. Dritat, ujin, qiran. Çfarë kujton ti shoku e Kur'an? Se ne të kryesis hambar, të gjitha e dine, të gjitha. Po partia të dha shtëpi more, të dha mobilje. Dhe ti ke detyrime ndaj partisë dhe shoqërisë. Shtëpinë ja dhanë Macedonit. Lëre rehat kinën e madhe dhe kryetarin Mao. Edhe mos më hidh mua deg më deg. Që kur keni ardhur këtu, jeni bërë njëll turpi për bllokun dhe lagjen tonë me ato sjelljet tuaja. Kush ka folë keq për njerëz nëshën ty, shoqe? Dëgjoj ti, shoku e Kur'an. Nuk kam ardhur këtu për të të dhënë ty llogari, por të të njoftoj që nesër në orën 4 të pres tek zyra frontit, për të vënë pikat mbi një herë për gjithmonë me ty. Kuptuam? Nesër në orën 4. Mirupafshim. Me tunelet e turbinave, grafik të punimeve çohen më tej. Në ekranin e betonit shtohet sipërfaqja e betonuar, në stacionin e shpërndarjes në kullën e ekuilibrit, në vetëm rovina, kuj.
Lëre këngën. Apo do të na hapësh prapë shërbim. Lëre këngën tash. Aman më se më kënohet, nuk dëroj dot. Hajde fem që thosh. Nuk më flihet. Du me kënu, më ka i më kokë. Të tjerët nuk duan t'ja dish t'ka i për ty në kokë. Kush tjerët mi? O këtu e shpinë time. Do të më shpëndësh apo çfarë? Ti nuk je në shpinë tënde. O? Po shpinë e kujt jam? Në shpinë e partisë, edhe do bësh siç thot partia. Ti e budallaqe. Kur ke ju partitë që ndalon kamën? Partia thot ne jemi populli i lumtur dhe populli i lumtur këno zemra, mund këno zemra. Dakord jemi? Tashmë quajmë shtektarët e dritës që tani derdhin Lash në rovina, kuj, lash në rovina, lash në rovina, kuj, lash në... Qa është kjo? Të thash që të tjerët nuk e durojnë do të shumë. Po kjo nuk ka shorë, moj. Kjo është kam, kjo është muzikë, se kuptojnë ata? Duhet të dish të mësohesh të jetosh në kolektiv, shoku e kuram. Qa kolektivi, thotim? Kolektivi është në qenën e punës. Se kam nga vetja këtë mendim edhe ti e di mirë. Ma kanë thënë ne ma kanë përsëritur shokët e shkallës se rreth e rrotull kemi komunistë vjetër që i din mirë punët e politikës. Duhen dëgjuar këshillat e tyre. Masi mi gjoh shumë atas, se ta ka bëu kokën rrallë kam. Duhen dëgjuar, është për të mirën tonë. E po më duke gjoj fare pra. Shko thuj pa dush, nuk pyes hiç. Uftrimi i madh, apo do të na marrësh më qafë. Hajde fli tani. E cila do t'i japë dritë në 29 nëntor të këtij viti. Në platën e rrugës vjeçore të dorëzimit të tative të para të stokës në Novgorodishni së Ai po shtrëmbron fjalët e partisë, shoqja kryetare. Fjalën e shtrëmbëron vetëm armiku i popullit. Unë s'kisha shtëpi. Partia më dha një apartament bukur në mes qytetit. Ti s'kishe këmish të trup dhe partia të vesh të mbate ty, kryllan tënde dhe fëmijët e tu. Unë s'kisha këmish më trup. Jaft! Se ti bërë gjithë po mirësi partia si pas te? Për të pritur ambasadorin Kilmes? E Kuran. E Kuran. E Kuran. Ambasadori Kilmes është një komunist i ndaruar. Është një luftë e vështirë, shumë e vështirë, gjatë së cilës njerëz të dobët dhe pa brëmosin e dur të moralit komunist rrezikojnë të thyen. Por ne do të shtrëngojmë radhët për t'i mbrojtur këta njerëz. Faleminderit partisë. Faleminderit Mallsedonit, rroft Mallsedonit. Kështu nuk vazhdohet. Me shumë ngjarje të rëndësishme të luftës nacionale çrimtare. Si thotë, vazhdohet kështu? Si? Ja, kështu si po jeton tani. Si po jetojmë tani? Si në spital budallëve. Ti nuk vjen sy kjo? E si majtë kishtëve, flas majtë pusve. Kjo nuk është jetë. Kjo është jetan kolektiv, pra? E, po më nuk më duhet jetë kolektiv. Kuptove? Nuk më duhet. Tani që hymë s'dalim do të mërë. Pastaj kote ke se vetë në fute. Moj, ti sikur ke i natë me mu. Ti sikur ke hapë për të marrë. Pse vetë që? Unë të vuta, unë të nëzirë. E do ta shofish. Ova! Paske pato, onje bar me mam. Me ambasador e me bura shteti, ty asgjë s'të mban. Me ambasador e me bura shteti, ty asgjë s'të mban. Nuk vonohem, jo. Kam pak punë. Hajde. Ti do përgatit e gjotë, se kemi misafirë për dalë. Mirë. Jo. Kthehet për gjithmonë? Se ndi, më duket se po. Sa mirë. Tani do të shoh për ditë.
Sultana, sultana, të të vesh me fustan. Që janë gjithë këto para? Janë tona. Si, ku i gjete? Mos më pyet më gjatë. Janë tona dhe kaq. Do t'i harxojmë si ne do qefi. Do blejmë gjërat mira për vete, do veshim fëmijët. Nuk e shiko çfarë dimri bën për jashtë? Nuk dim ne të shpenzojmë kaq shumë para. Dim. Ja do ta shohësh. E do të mjetesh e kënaqur. Unë si prek me dorë, pos më the nga vim. Moj, ti do më plasësh shpirtin mua pas e ke halli. Nuk ta them. Edhe ti s'duhet ta dish. Më duhet edhe do ma thuash. Ej. Erdha. Kurano, për kë ke si televizor? Po për ju, më për ju. Merë një antenën, e keni një karrosa. O bom, zgjidh me televizion. Tani do të marrim veshja në në dhëllën tonë socialistë. Roft e Kurani! Po pse Kurani? Roft Mao Zeduni. Po pse Mao Zeduni? Roft e Kurani. Roft Mao Zeduni. Mobilet I solli Mao Zeduni? I solli. E pra, udhëzës nuk bëhet Mao Zeduni. Bëhet, ai është bërë muslim, ai bën ushqen. Ai është udhëzës I vëllezër. Ai na jep të hamet pime të mos punojmë. Vallai vetëm Roft Mao Zeduni ka për të. E po, ky valjet I anën apo? Po e Kurani më çash na tregon. Si shitet? Nuk të pa njeri. Ku I gjete, si I shitet, pse I shitet. Pini më rakia ty. Shifi televizion. Anja? Duket se nuk e kanë pasur më në dërku. Samir? Do le vizit qik antena. Lymo, mos për të rregulloj qik. Shko rregulloj vetë. Ta rregulloj unë, po pse? Ne po përtoj. Pastaj ti vetë të sollet televizorin, ta kërkoj njëri. Po për ju e sollet. Tek udhëzësi kemi ardhur të ham, të pimë, të bëjmë qef. Ja të punojmë. Oh. Hajde, hajde. Po ku jam më shokoj Kur'an? Na ke borx këputën. Pas ke qenë një ti e Kur'an, nuk pas kemi njohur. Qa është mërë? Kemi prur një aber të rëndësishëm. Mos u talli me fukarajnë zogjin nëf. Hajde. Pini goda raki me ne nga belet. Po je në vete ti? Ka kushtallet me ty tani? Hajde gëzuar. Gëzuar? Gëzuar.
Gëzuar e Kuran. Gëzuar. Tani e Kuran, na thuaj çfarë festë të rëndësishme kemi përpara. Çfarë festë? Macedon! Hajde këtu! Kena ditindin e Macedonit tim. Ta shtit flasim seriozisht. Përpara kemi festën kombëtare të kinës motor. Çfarë? Ka ditindin Macedoni madh? Mas ma veni re, jam i qiki turbullu. Ja tani fole mirë. Edhe mos të turbullome, sepse do prishësh punë. Tani dëgjoj. Vetë ambasadori kines të kaftuar në Tiranë, që të festosh me të gjithë udhëheqësit e partisë në ambasadën kineze. Pa ja fot konta bia. O, po unë s'ja fus fare kot. Se ja ku e këtë shkruar. E zeza mbi të bardhë. Të festojnë me të mëllojt? Ja prashje vetë, të kaftuar vetë ambasadori kines. E Kuran, ke miq të rëndësishëm tani ti. E shef ajo? E shof, mre, shof. Mre, ajo kam thonë që kam miq të rëndësishëm. E ne nuk po na thua faleminderit, ha? Faleminderit? Faleminderit partisë. Ishin herë faleminderit. Hajde gëzuar. Gëzuar. E gjitha! Ja, pini pra, pini, godërimin e gabel thash. E Kuran, kemi edhe punë të tjera, edhe ti kujdes, mos të tepro se nesër do nisësh për Tiranë, ha? Nesër? Ka di jam unë. Hajde miru pafsh. Miru pafsh. Po kjo duhet vazhduar, vesha Atë them dhe unë lëmë që duhet festuar, po ky është një rast ndryshe. Si ta festojmë thotë? Do ta festojmë, me këngë do ta festojmë. Me raki do ta festojmë. Me pak turshi do ta festojmë. Ne për çefin tonë. Çfarë si ka? Është apo nuk është rast ndryshe? Ne për çefin tonë me tot. Ti do të merr vesh fare o lëmë, thash se është një rast ndryshe. Po mira për fjalimet, si a themi ne, si a themi? Si a themi? Ja. Po që nevoja për fjalime, edhe fjalime do mbaj. Ja, unë s'mbajt, unë jam për këngën, unë dua këngë, unë dua të këndoj, të pi një gotë raki, për të kthjelluar zërin, ja si thua ti, nuk është kështu? Ne. E kam i mendim në kohë, po nuk di si ta shkoj qitri, zi si ta Po tu e marrë si të të vi, thua si të kesh qef tjetër, këtu se mos ka njerëz të sigurime që ta përgjojnë. Duhet ndryshuar kënga e Kuranit, Fryma. Ndryshojnë? Janë vetëm, ajo është këngë shumë e mirë, më pse ta ndryshoj? Shumë e mirë është, po duhet bërë dhe më mirë. Edhe për të bërë më mirë, duhet ta sjellim në kohë. Ka drejt Ahiri, duhet ndryshuar. Po si ta sjellim, po si ta sjell. Domethënë, ti shtojmë çik më shumë qefin, them unë. E Kurani është hero dhe e meriton një këngë heroi. Hero është, e meriton gjithçka me to lum. Ajo jeni budallënj. Herojtë kanë vdekur dhe janë vrarë në luftë. Gabosh o lymo. Janë dy lloje herojsh. Një palë që ka vdekur e një palë që janë gjallë. Po mirë, po si janë për heronjë ato? Me punë janë bërë, me djerës janë bërë. Koktull. O e Kuran! A je heroj punës së socializmit ti? Nuk e di. Sire nuk e di, ti s'ke punu kur. Do ta ndryshojmë tekstin. Do ta ndryshojmë. Ty hero të lindi nëna, vëlla e Kuran. Je paske pato, onje bar me mam. Me ambasador e me bura shteti, ty asgjë të mban. Me ambasador e me bura shteti, ty asgjë të mban. Ai. For për vete for, for lede për ne. Lugoja e Kuran, shema e këroj. For vete for, for lede për ne. Lugoja e Kuran, i për para stilua. Large hode syrin vëlla e Kuran. Kjo është këngë provokative. Edhe unë s'mund t'i mbyll sytë. Ndërgjegja ime komunistët më lejon. Ke të drejtë. Është skelje e rëndë e vijës së partisë. As mua s'më lejon ndërgjegja që të heshtë. Në të gjallë i këndohet vetëm shokut e Veroxha. Edhe këta e din të gjithë.
E din edhe Zojf majt malet. Ky soj tipi nuk e ka përgatitjen e duhur ideologjike. Shku Petris, unë mendoj që në një dorë servitur mund të ketë kujdesur gjithë këtë. Shoko ambasador, të një tjetër. Jam baba Macedonit. Macedonit vogël. Vjetë javora emrin djalit Macedonit. Ju ishit për vizitë. Jam Hekurani, jati Macedonit. Oh, po, me kujtohe. Ullime. Kam qef t'ja festoj prapë vitimin djalit. Ju besoj se do vinë. Do t'jetë një gëzim i madh për gjithë popullin shqiptar. Me siguri do vinë. Po, të vi, pa tjetër. Mirë pashi. Faleminderit. Faleminderit. Larghe syrin nga e Kur'an. Sultano! Sultani! Me ambasador e me burra shteti hyra së stëmba. Do t'japi hadert mirë. Do të festoj vitinjën e qonit. Po ja festuam njëri, duan dhe tjerët. 9 ditëlindje në vit si ja dalim dot. Mirë, po. Puna e Macedonit është çik manërishe, ti e din. E di unë, po fëmijët i kemi njësoj, prandaj mos fol ashtu se bën gjuna. Po kush thot mi? E di unë. Gjithë se rrin shpirt fëmijët. Po të them. Puna e Macedonit që në çik manërishe, ti e kupton. Unë s'kuptoj asgjë. E kupton. U bë çu vjeti ku mbaroi dhe ja pa Majrin. Një herë t'pjell gjeli, herë tjetër belaja. E pra, unë e kam thirrë ambasadorin kinez. Edhe ai do të vinë ditën e qonit se s'bën. Si i ke thirrë ambasadorin? E me kam thirrë, pse ç'keqe ka. Po erdhi mirë, po se erdhi, punë e madhe fort. Edhe ai ka për t'ardhur pra, se mani zemra mu. Ky Gabeli poshtër na ka punuar një rend të padëgjuar. Turp është, por duhet thënë. Ka shitur të gjitha mobilet që i blen vjet. Në apartamentin e tij nuk ka më asgjë, është bosh. Të bjerë miu thyen kokën. Si? Çfarë? Pa thua edhe nëse në autove? Si i ka shitur? Ku i ka shitur? Ku t'ja ka shitur? Po ti ku isha? Ku është syri i partisë? Pse nuk flet? Nuk kam që të flas. Partia ka të drejtë. Unë meritoj të ndëshkojmë shumë rënd. Më vjen turp nga vetja. Nuk mund të kalohet kjo me një... Më vjen turp. A di marrë ku ishe ti? Çfarë ruaj e ti? Po ju tjerët ku ishit? Ai e ka bërë këtë punën në nundën tonë dhe ju do të mbani përgjegjësi të rënda përpara partisë. Ju të dy të parët. Ne do të analizojmë çfarë ka ndodhur. Edhe do të nxjerrim përgjegjësi për secili. Por mas të kalojmë ngjarjen mirë. E para askush të mos apogohej në qartë deri në një urdhër të dytë. Kjo do të konsiderohet sekret partie. Kalojmë ditëlindjen mirë. E para të gjitha
Kuran! Po ku je, mërë Kuran? Ne të kërkojmë atje, në mes të qytetit, ku të ka strehuar partia, edhe të gjejmë këtu në mes të Baltës. Partia në boni me 2 shtëpia. Partisi kam borgjë jetën time, jetën e familjes time. Fjalët e mdhaja ruaj për dikë tjetër. E di mirë neve se çfarë mendon ti. Jo, qam një shpirti, ma thot goja. Nuk jem një me 2 ftyra, unë jem burri nërshëm. Hajde ta pimi çaj kines. Po, ty të njojnë dërën kinda. Kurdor, merë. A shpe me bisedoj marina më mire, tim dhe i kafe si miku me miku, se ju nuk më thatë kush jeni, nga vini. Ju jeni shok të sigurimit? Jo. Ne sot jemi shok të partisë. Herën tjetër do të vinë ata të sigurimit. Qartë? Dhe të kemi sjellë të letrën për ta firmosur. Lexoje, po mos ta vona. Po pse duhet firmojime? Kjo shkresë do t'jetë rëndësishme, derisa kemi ardhur të dy bashkë. Ju lutem shumë, mos më merrni që. Kam i tuf kalamoj për të rritë, sidomos mos se duhet. Hajde. Hajde se fëmijët do t'i rritësh për bukuritni. Tu ke inventarin një për një. Pjata, pirunj, trueza, koltuqe, perde, të gjitha që ka blerë partia. Qartë, hajtë firmosën të. Vëri vath në vesh to që po të themi sot. Kjo të pret po ishit e kësa jere. Po mirë, a kam drejt ti përdor mobilit unë? Ku do të dalësh ti me këtë pyetje? Ja pra, që disi ti ruj. S'du të bëjmë gabim. Fjala partisë është ligj për mua. Mos i ngatroj gjërat. Partia s'ta ka mbushur shtëpinë për ekspozit. Përdori, po mos i shit si herën tjetër. Qartë. Shumë e qartë. Pa herën e parë ju nuk kishit thënë që mobilit nuk janë të mijat. Pata nevojë, i shita. Tash që kam drejt vetëm ti përdor? Dakord. A ta pimi çaj kines e kam të freskët? Siguran. Fale i bani sekretarit parë. Edhe i thoni do dalë ditë nga zyra, kur të kem kohë. Po, hajde se ka marrë shumë malli. Po, abdi ju me Hysenin. Kam kohë që si kam pa. Kërkoj se do t'i gjesh. Ata që e njërës të mirë. Kur aftorat... E qita! Pusha! Ju, hesti me mu! Oj, kura! Më thuaj një gjë më qafshë. Folet a ju. S'të duhen këta këlltuqe, këto kanapeka që të bukura në baraka e dezik. Duhen, pa vazhdo. Duhen, Allah. Nuk kemi mësuar ne me kaq saltanete. Po ku ka njerëz duhen dhe këlltuqet. Se do shtënia njerëzit, natën, ditën, i bje trupi rahat. Do t'ja hajnë lagështira. Gjuna, janë kaq të bukur. Që nuk i lekë të deri në verë? E ka i laqen dhe lagështina. Ja, do ta marrish vesh. Po çadra jote është e vogël e kural. S'ke ku ti vendosësh. Apo të nesh përndas ne. S'do ishte keq, ë? Se ti e di që gratë do të kenë zili. Ka ven bo çadra jote. Do ta shifni. Davi, se i thonë këto mobiljet? Besoj se kuptove që të thanë shok të partisë, ato mobilje se janë tona. Si janë tona, dhe? E kujti jone? Të partisë. Po partije kujti është? E jona. Pra, hajde, boda vlaqa. Partije është e jone, mobilit janë tona. Partije në i falli, sa është parti fukarej kjo. Edhe ne jemi fukarej. E kuptove të shi? Jo, nuk na i ka falë, na i ka thonë vetëm për përdorim. E që të më thonë përdorim? Që nuk janë tona dhe nuk e drejt i shesër. E që do të bësh me ta? Do t'i përdorim për të mirë në familjes. Me del, e i di mirë hekuroni këta punë. E di që nuk shitën, jo, po do t'i majtë për të mirë në familjes. La, Kuran! I që ditë shumë një bërë këto kote fundit. Po është të shkrebi e ndërzit nga shosh në restorant me. E pa përdhes do hante, atje ka kamerjerë, do nga shërbejnë. Pas të hera parë njët, që nuk do lodhim as gratë. Por nuk e thua me qërast. Lërë ore hate Korani ti, me qërast. Çfarë kërkon ti? Do, puni di më mirë ai që pagua. Apo mos do që të mendohet dhe të na kthej mrapsh. Nuk themi mrapsh, jo. Po parat për të paguar këtë që ne jemi një lukuni, ne edhe me thrime s'ta ngop dot. Ka pare e Korani, ka pare. Mos e boni që jemi që dërë. Ka partia, kam unë, keni gjithë ju. Kjo është jeta socialiste,
Një për gjithë, e gjithë për një. A e kuptoni? Ore, ku e keni me një? Neve ty kuptojnë të gjitha e kuran të narosh sa malet. Roni ju të gjithë, roj populli, roj partia, roft në Macedoni vogël. Roft në Macedoni madh! Mire the, roj edhe Macedoni madh. Roft partia që na qeli syt. Roft partia që na qeli syt! Çdo partia bën populli, çdo populli bën partia. Çdo partia bën populli, çdo populli bën partia. Tani e meritojmë drekën. Nisemi. Nuk ka që dheni këtu. Kemi qefin tonë, pse? Sepse Hekurani kupton mirë punët e nërlikuar. Po pse është e nërlikuar? Ne vete kemi për këngën. To punë, i di më mirë Hekurani edhe pik. Ne do të shkojmë mas fjallës tënde Hekuran, sot edhe për gjithmonë. Nisemi. Hekuran, kapetan, ebedi, Malincan, Hekuran, kapetan, ebedi, Malincan, Hekuran, kapetan, ebedi, Malincan, Hekuran, kapetan, S'ka nevojë ta shtrojmë. Ta shtrojmë vetë ne, paguajmë. Kemi më paguash, po nuk ka vende, unë sa shok, nuk ka vende. Janë të zona vende të gjitha. Si s'pas ka vende? Pse nuk i keni asytur ballë? Tavolinë të boshë ke? Po janë të rezervuara, unë shqip po flas, unë nuk di se të merrem vesh me ty. Nuk ka vende, janë të rezervuara. Shoku drejtor, ti le mua. Më mirë sqaron. Unë sqarojm? Nuk kam se të sqarojm. Kam nevojë unë më vllai. Po s'kam nevojë unë. Ore, a mjefti më kush jam unë? Ti je një klient si gjithë të tjerët dhe kaq. S'më intereson fare. E shef që po bëni diferencime? Të lutem shumë, mbaje gojën, unë jam komunist dhe nuk bëj dallime raciale. A morë vesh? Ora, mjefti mua apo se njeh? Nuk të njoh dhe nuk dua të njoh. Jam Hekurani më unë. Jam miku i ngushtë ambasador kinez. Mik i ngushtë sekretarit parë, i shefit sigurimit, do tjetër. Disa më njohin mua jo? Njohin Tiranë, njohin Pekin, njeh partia ime, Partia Komuniste e Kinës. Jam baba Macedonit unë, rej. Uluni gjithë. Shok dhe shoqe, jemi mbledhur sot të festojmë ditëlindjen e djalit tim, Mao Zedong Romalini. S'keni me rak t'ju arruaj unë karocë. Hajde me gjaxi. Kujdes mos të treni kush kalë. Po, patjetër. Hajde gjaxi. Marrë dhe Macedonin. Po rrit? Apo sa është i bukur? Princ. Po i zgjur. Gjithë fëmijët e botës janë e parë kanë mami babi. Kurse Macedoni im, jo, partia thot, populli. Edhe ju betohem se ka shkrinjëri. Vetëm atë
Fjallën revolucion, akoma s'po e thotë mirë. Luci thotë he për he. Mjaf me dëngle, Kuran. Na thue pse ka. Edhe ty shof. Shpinë e partisë, unë vi si shpinë time. Partia o shpia ime. Pastaj thash me vete, bisedoj me qike edhe për ditindjen e Macedorit tim. Erdhi data. E nxorë e kokën, Ne nuk merremi më me ditëlindjet e fëmijëve të tu. Macedoni im, ashtë nërshë? Apo jo? Ai nuk është si modrat e vëllezërit e tjerë. Ati do t'i festohet ditëlindja vit për vit. Gjithë jetën. Ditëlindja do ta festoja ai sigurisht. Po ta festoj thjesht, pa buj. Si gjithë fëmijët e tjerë. E po, unë pasëm po gabim. Ta shti gabim i rënë dhe për i letë dhe më këte se thëmë dot. Por unë e kam fëtu ambasadorin. Po t'i këshirë thanë vjetë që kjo është hera funit, nuk do t'aftoshë më. Ambasadori le të vi kur doj. Partia ti ka kryuar gjitha kushtet. Shtëpit bleu, ta mobiloj, çfarë do? Ja për këtë qëllim ti krijoj. Apo kene merit tjetër? Ashtu është. E di, të rroj partia. Dritën e do një jetën. Natë e ditë për në për socializmin, si alajmë do të borgjin. E se sa mirë që e ke kuptuar. Hik tash ti. Prit përgjigjen e ambasadorit, hik. Mirë. Ju i dini punët ku e ku më mirë se unë. Se dhe të mirën dhe të keqen, bashkë e kemi. Unë kam ardhë t'i dalë për pare të keqes, se ma zihemi gafil. Kolltuqet i enerjep jenë bol lezë. Nuk të pënohen për para ambasadorit unë. Nëroj partin, nëroj edhe vetëm time. Hik o hik. Hik se nuk vjetërojnë kolltuqet me një vit, po hik. Unë nuk ju gënjej. I tham gjërat ashtu si që janë. Mobiljet janë rjepur. Kolltuqet janë bërë rresk. Si? Jo thash. Mobiljet jemi vjetru. Kam nën kalamaj. Ata nuk im sot jetojnë në apartament. Thoni do t'ju që këto mobili jam blerë para një viti? Thoni do të. Të është me të thënë. Nuk të pyet aty. Si se më pyete mu. Po unë e di që ka një shpinë time. Me gjitha te, më falë. Po qartë të falim? Qartë të falim ty, mër? Ti një gjambaz, një mashtrus dhe koptar jeni. Njerë, dy herë, bo duron. Ta një thras politin edhe të plasin brenda, të fa me kurat. Ja ku e ke i vendarit, me firmën tënde e ke. E qdo të dhejtë dhe ti. Bëhen do të mobilit e reja me atë copletën që mbanë dorë? Shoku Skënder, po ne vërtetoj me dokumenta mashtrimit. Ta qojmë burg të shënë. Edhe unë kështu mendoj, Shoku Skënder. Ky është me i kese sa matrapazët, me i kese sa mashtrusit. Ky është armiku i popullit edhe i partisë. Prit. Mas më nga troni me armikun mu. Mas harroni se kush jam unë. E kush je ti, pa, ha? Unë jam një biri thjesht i popullit punonjës. Me nën kalamaj. Pa mësuar të ulen në për divane në për kolltuqe. Çfarë kanë ato? Kush ta ka fajin, mër? Ne që t'i blem. Fajin e kanë regjimet e kaluara borgjeze, që në lanë trashëgim fukarallikun. Ne nuk bijem në kurthin e fjalëve të tua të bukura. Nuk bëj kurthon. Të lutëm shumë. Partia më qeli sytë. Në për kolltuqe, në për divane. Fëmijët mi uli partia. Kush do të bote ka shumë për mua? Mirë, do e shohim më vonë se kush je ti. Çka bër partia për ty e çka bër ti për partinë? Po mos kemi rak se do t'i shkojmë deri në fund kësaj çështje. Në burg do kanë besh, ti edhe fëmijët e tu, vetë ke firmosur. Do ta nxjim jetën. Shiko punën tënde ti. Ka kush vendos për burgun? Po ka vjedhur djersën e popullit Shoku Skënder, jep dokumenti. Pse e lat të viste? Ku ishe ti bashkë me shokun tënd? Vigjilent revolucionare i thoni kësaj? Në burg ai nuk shkon vetëm, ta dini mirë. Tani më bani mend një gjë. Që duhem bler nga e para me kolltuqe, mobilje, divan, sobë, karrike, pjata, luk, të gjitha duhem bler. Kështu tham dhe unë, duhen gjitha të rejë. Të është të pyeti njëri. Ka të folë unë. Ju i dini punët më mirë. Jeni zani partisë. Po ti vetë the Shoku Skënder që duhen gjitha të reja. Si ti themi tani komiteti qendror? Ti themi që doli një arregji, një gabim, dhe na vërtiti të gjithëve në vallën e tij, që vuri në lojë një komitet partie, një shtet të tërë, që një vit na i shet mobilje se i pijet, dhe vitin tjetër na përdori një manifest akoma më të bukur se i ndron të vjetëra me të rejat, që ka 3 vjet që na rjet, dhe nuk kemi në gjendje të mbrojmë as nderin e partisë, as pronën e saj.
trafiqeri sot, a i shkreti ti. Qa fleto, hej! Po nuk e shikon vetën si e bërë, ke marrë një pame prej budallaj. Jam krenarore, krenar dhe i knaqur. Ku merr vesh ti që bëjun? Let's go, bëj çfarë të duash, po të lëmësh po të e bëje, vetëm si fatet e kinezëve mos ta merr. Mos ta i merr ato, mak. Ti s'kiq flet. Mos ma thuaj më. Unë të shikoj që gjatë gjithë kohës ti tut kokën e vetën si kinezën. Se mos ta thuaj që ke pjesë atë Mao Zedongin e madh. Atë të kryetarin e madh ateja. E pastaj? Jo, pastaj do të thonë që na e ndruan në Kurani. Do t'i qajmë një natë dhe do të harrojmë pastaj. Kam vendosje si mirë, ditinin e Mao Zedongit, ta festojmë këtu bashkë me ju. Do të naqemi. Ja, do të shifni. Do të festosh këtu me ne? Jo, mire ka i Kurani, ne këtu hamë, pime dhe këndojme dhe knaqemi. Atë thamë dhe unë. Po jo vetëm të hamë, edhe të këndoj. Mire ke, hiç mos e zgjat. Vetëm në fillim na thuaj se ç'duhet të bëjmë me Koran. Do bëjmë atë që bëjnë ata lart në festa tilla. E sa ka pavu? Në fillim, në jetë një komision. Po ç'na ngatron me komision, o e Kurani. Më ne si jemi shteti. Shtet nuk kemi. Po ambasadorin do t'aftojun? Do aftosh ambasadorin? Nuk vjen ai turet në Rrogos bashkë me ne. Vjen are vjen. Vjen si biri thjesht i popullit kinez. Vjen are. Si nuk vjen? Se edhe ne bit të thjesht të popullit shqiptar. Atëre del që ne jemi vlezër me kinezët. Se pas kam ditur unë. Turp keni që nuk e dini. Unë për vete e di që nëmë. Turp kishte që nuk e dini. Pa nga ta dija unë. I matë nuk ishe si ti që të ma vinte emrin Mao Zedong. Kishte lindur Mao Zedong një kur linda unë. Se unë duqen e di që po. E, mirë, t'i dem lafet. Fillojmë nga komisioni. Duhen 5 vetë. Ti. Unë kryetari. Kështu për shokët sigurimit të shtetit. Udhëheqja e partisë të shumë e shqetësua. Ajo kërkon nga ju të veproni shpejt dhe me përgjegjësi të lartë politike. Për partinë është e qartë. E Kurani nuk vepron në kokë të vetë. Ju duhet të zbuloni cila është ajo fuqi që mban lidhje qendrore me Kuranin, që kërkon të diskreditojë partinë dhe shtetin tonë duke bërë fel të një arregjiu. Ne duhet të tregojmë atyre se i kam bërë sapet gabim si gjithmonë. Partia ka besim të plotë tek ju. Problemi I parë mbetet ahengi. Ne kemi këngë me gjinat të mëdhej grash e me burrët dovdis. Nuk janë për të mohabet. Po pse si duhet të kenë gjinjë gratë tona që ti pëlqejnë ambasadorit? Nuk ka puna ti. Duan këngë revolucionare. Po ato janë këngë për radio, more Kurane, nuk janë për sofër. Mirë, dakord jemi ne Koran, po si t'ja vëmë që nuk dim këngë revolucionare. Po do t'i mësojmë. S'është fare vështirë. E ne proç të tilla nuk duam. Ne jemi revolucionar, si gjithë revolucionar. Kur në bëm revolucionar ne? Apo kur kam qenë gjumë? Ose kur kam qenë ideve dhe s'maj me... Më lodhë të mi. Njeriu është o revolucionar, o reakcionar. Ne reakcionar nuk jemi, del që jemi revolucionar. E kuptove? Ja pra ne duhet komisioni. Gjina, e këtu. Do t'jesh edhe ti antare komisioni. Di shumë këngë revolucionare. Është drejt I vetë. I kam mësuar në aksion. A ka hipoteza rreth fuqisë së huaj që vepron? Ja si mbas jush. Kush mund të jetë? Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Sovjetik ose të dyja bashkë? Kjo hipotezë qëndron. Socializmi shqiptar po ja afron fundin imperializmit botror. Pra superfuqit po përdorin të gjitha mjetet për të zgjatur jetën vetes së tyre. Pra, dhe diversionin.
Duhet përfillur dhe rasti fqinjve tanë. Grekët, italianët, jugoslavët e kanë halë në sy fuqizimin e Shqipërisë socialiste. Të gjitha hipotezat qëndrojnë. Veç e të gjitha së bashku shkërbejnë për të futur në rreth të vërtetën. Nuk duhet përjashtuar as rasti i goditjes nga ndërtimi se presim. Pra asnjë version nuk duhet përjashtohet. Tani të gjithë punë. Mos ja ndani për asnjë çast syt gabelit. Së pari do përcaktojmë programin. Unë mendoj ta qemin një këngë për Enver Hoxhën. S'është më mirë një këngë për Mao Zedongin apo për miqësinë shqiptaro-kineze? Jo. Më mirë një këngë për punën socialiste. Do fillojmë me këngën Enver Hoxha Tunja Tjetër. Pse? Se kështu është më mirë. I diellë të punë. Po ta s'din asgjata. Atëre pse i kem lëndër kur si pyet? Po i kam nisur në leratën. I di e Kuranit gjitha. Në leratë se po punojmë. Bukur fort. Do vazhdojmë me një këngë për miqësinë shqiptaro-kineze. Pastaj 3 këngë për punën socialiste. Kënga e parë për klasën punëtore, që ndërton hidrocentrale. Kënga e dytë për rinjtë revolucionare, që ndërton Hekurugë. Kënga e tretë për fshatrasin kooperativiste, që prodhon bukën e popullit. Të gjitha i pas ke menduar. Po një mendimi vetëm sa shkurri për kryer. Pse jeni ju këtu? Të shprehni, të më plotësoni. Po vini një këngë dashurie, vini, se jep më shumë lezet muhabetit. Në revolucion s'ka dashuri. Ka misi revolucionare. Po sikur të fillojmë me këngën Dy luan ka sot bota, një Azia, një Evropa. E keni dëgjuar patjetër? Ma shko më mirë një këngë për Mao Zedongin apo një këngë për miqësinë shqiptaro-kineze. Jo. Më mirë një këngë për punën socialiste. Bukur fort. Tani vazhdoni punën. Nisni radion, hapni veshët mirë që ka për fjalë. Ti ke rresht e parë, ti rresht e dytë, ti rresht e tretë, ti rresht e katërt. Filloni nga punë. Po flasin shokët e partisë, ju vazhdoni punën, qartë? Hajde, Kuran, hajde. Faleminderit shumë, shoku sekretar. Faleminderit. Më thirrët? Erdha. Se t'ju tham drejtën kam shumë punë. Gëzimi im është gëzim për partinë dhe unë lumturohem. Dua ta nderoj partinë. Pikërisht. 1000 herë faleminderit partisë. Mirënjohja për partinë shprehet me vepra. Unë si daj fjalë nga veprat, shoku sekretar. Ju më njihni? Të njohim edhe të duam shumë, ti ke parë vetë. E kam parë dhe kam vendosur paraqes kërkesën për të hyrë në parti. Kështu do të shërbej edhe më mirë asaj, që më nxorrin dritë. Duhet të jem shembullor siç i ka hi një komunisti. Ti bëjmë gjëra në kohën e vet. Ti këto ditë ke ditëlindjen e djalit. E kemi, shoku sekretar, zbashku. Gjithçka do të shkojë për mrekulli. Këtë radhë, gjithë përgatitjet i kanë drejtuar vetë. Nuk do ta festojnë qytet. Zgjodha bregun e lumit. Ambasadori do të kënaqet ndryshe. Ai do lumturohet kur të kënojë me popullin e thjeshtë. Ndryshe do të jetë si vjet. Ke të drejtë. Por nuk do të jetë as në apartament, as në bregun e lumit. Tjetër gjë do t'i tregojmë ambasadorit kinez kësaj here. Iktane. Mos ma bani këtë shoku sekretar. Në breg të lumit na presin të 10 vegjël. Do mërzitën shumë. E pse duhet të mërzitën? Qëllimi është kënaqë mikun, bashkë rregullohet. Kështu janë burdet të mëdhenjve Kur'an dhe ti e di mirë tani. Hajde, ik. Edhe dëgjoj. Kujdes. Hegoran. Më duket se ke hyrë në një valle që nuk del dot. Në fillim u dokloj se kënaqësha vetë, kënaqën dhe të tjerët. Se pini, knonin,
qeshtin, kërcenin. Edhe pak lekt kanë dalë. Sa për pi i gotë. Për blej kilën nishë. E kuran, më mjët, mos e prajtë më qeshtin e lekve. Më mjët mos e diku këtë muhabet. Aty nuk doron partia. Po të pas e kej qef lekve. Pa. Aja të shpaltak fak, bërgjese reakcionare, kodioze qëfar tjetër. Po si kur të prishni me kinën e madhe, ashtu si o prishin me bashkimin sovjetik. Ja. E kuran, më duke se ke frikë. Jo, nuk pas kam frikë. Në të vërtet kam shumë frikë, por me sa duket më pëlqen të hiqem të situim. Në është jam të rejmë se një vetën. Kush e di? Po i thoja vetës. Sultana jote me shpirt është komuniste, por nuk mjafton. Duhet tjetë edhe me dokumente komuniste. E kuran? Pyeta sekretarën e parë. I thash, si do të thrasun sot e tutje grunë time? Sot e tutje do të thrasish shoqe, e do rish kokë ullër për para saj. Mirë i thash, po asaj takon tjetë antare partisë komuniste, sa është në Macedonit. Tërhiq njëni, tërhiq tjetëri, se cilje do të për vete komunistën e re. Kina apo Shqipnia? Më të sa jem trem. Sa s'jam i zotit të tregoj. Thash me vete, lartë qoftë, po si kur zinën dy partit, do prishe gjitha emisi e mas me Enverin. Vajt e revolucioni, vajt e ardhme e popëve, e përse? Për fajnë e sultanës. Po ju pse i lartë provët? Hajde vazhdoni. 1, 2, 3, 4. Mobilje janë tonët vlezër. Ne i dhuron partia për të na përmirësuar nivelin e jetesës. Ju e dini këtë? E di. Kjo është për ty Lymo. Rovë sa malet partia dhe shoku ynë ndritur Enver Hoxha. Kjo është për ty Tahiro. Partia më ka ngarku që është përndaj dhurata me rasën e ditëlindjes Mao Zedongit. Nuk ka për gjithë. Kësaj radhe do përfitojnë familjet me shumë fëmijë. Do kemi edhe raste tjera. Kjo që nga partia e popullit. Vallai se pas kemi ditur pa lindur ai Mallcedonit. Është partia e popullit kjo. Ju kisha thonë, matet me vepra, jo me fjalë. Kapetan, e kurrë, maleqar, e kurat, kapetan, e me ty, maleqar, e kurat, kapetan.